Me rastin e 113 vjetorit të krijimit të policisë së shtetit shqiptar, u zhvillua një ceremoni zyrtare në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Tibër. Në ceremoninë organizuar morën pjesë drejtori i drejtorisë Artjon Tuka, prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu, drejtori i shërbimit informativ shtetëror Tibër, familjar të dëshmorëve të policisë së shtetit, drejtues dhe punonjës të drejtësisë vendore të policisë Tibër. Në fjalën e tij, drejtori Tuka tha se historia e policisë së shtetit është ndërtuar mbi përpjekje, sakrifica dhe përkushtim. Të nderuar profesorë të institucioneve ligjdatuese, të nderuar familjarë të dëshmorëve të policisë, të nderuar veteranë, të nderuar kolegë. Sot shënojmë një përvjetor të veçantë 113 vjet nga krijimi i policisë së shtetit. Një institucion që prej më shumë se një shekulli qëndron në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë së qytetarëve. Kjo ditë na bën të gjithë bashkë për të reflektuar mbi rrugtimin e kaluar dhe për të rikonfirmuar misionin tonë për të ardhmen. Policia e shtetit u krijua më 13 janar 1913 në një kohë kur shteti shqiptar ishte ende i brisht, por me një vizion të qartë për ndërtimin e rendit dhe sigurisë. Në 113 vjetorin e krijimit të policisë shtetit, shprehim një njohje më të thellë për të gjithë punonjësit e policisë, për përkushtimin, sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Lavdi dëshmorëve të atëherë, nderim i përjetshëm për dëshmorët e policisë shtetit që ja dhanë jetën në krye të detyrës, duke lënë pas një trajtimik, guximi, devotshmëria dhe besnikëri ndaj atëve dhe qytetarëve. Sakrifica e tyre mbetet udhërrëfyes për çdo punonjës policie. Me njohje për veteranët që hodhën themelet e këtij institucioni dhe kontribuan në forcimin e tij ndër dekada. Falënderim qytetarëve për besimin dhe bashkëpunimin në policinë e shtetit, e cila vijon rrugën e transformimit, profesionalizmit dhe shërbimit me integritet dhe vendet të shoqërisë. Falenderoj mediat për rolin e tyre të rëndësishme në informimin e publikut dhe në pasurimin e punës policisë shtetit. Fjalë përshëndetës së mbajtje dhe prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu, i cili vlerësoi punën e strukturave të policisë të shtetit në qarkun Dibër. Shpert kënaqësi që jam sot pjesë e kësaj ceremonie në nder të 113 vjetorit të krijimit të policisë së shtetit dhe të përshëndes në këtë rast të gjithë pranishmit që ndodhen këtu. Kjo ditë pas saj veçantë për efektivat e policisë që kujtojmë për rrugën e vështirë dhe të ardhshme të krijimit dhe të konsolidimit të saj, po aq e veçantë dhe e rëndësishme është edhe për komunitetin e gjithë shoqërinë tonë, pasi shërbimi juaj i përditshëm konsiston në garantimin e rendit të sigurisë së tyre. Sot ndërsa festojmë këtë ditë të shënuar të policisë së shtetit, mendi na shkon tek ato qindra e mira dhe efektiv që në këto 113 vite sakrifikuar jetën e tyre në krye të detyrës për të siguruar rendin dhe sigurinë e shtetit dhe shoqërisë tonë. Gjatë ceremonisë u vlerësua vepra e dëshmorëve të policisë së shtetit, njëkohësisht dëshmorë të ateut, gjaku i të cilëve qëndron në flamurin kombëtar dhe në themelet e kombit, si simbolik festive por dhe si dëshmi, vlerësimit dhe mirënjohjes për punën e tyre. Gjatë ceremonisë u nderuan me certifikata për shërbime të dalluara, punonjësit e policisë, drejtues Dritan Malaj, komisar Xhavdet Çiku, inspektor Fatmir Leshi.